Një ekstremitet totalisht amputuar në nivelin skapolomeral apo krahu totalisht jashtë funksionit, mbaheshe vetëm në një cep të lëkurës. Midis interventeve të tjera bënin dhe interventin e zgjatjes personal. Dhe u operua atë ditë vajza e zonës shefit klinikës, e cila vdiq mbas operacion, mbas 6 orësh operacion, që ishte një tragjedi e vërtet. Aksident me motor dhe një gjendje shoku traumatik hemorragjik dhe një fraktur malgajnë e baçinit ose baçinit totalisht i hapur, dhe pacienti ka qenë në moshë të re, domethënë vjen i aksidentuar rreth orës 1:30, 2 të drekës me 2 fraktura të kofshëve ose 2 fraktura femorit të 2 ekstremiteteve. Nëna ose babai, a ju ka thënë një fjalë ose një këshill me cilën ju e keni çdo ditë me veten tuaj dhe nuk e lini asnjëherë pas dorës si mendim? Po, më ka lënë një këshill të vyer babai. Domethënë do i trajtosh të gjithë pacientët njësoj.